Të dashurmi, sot kemi një të ftuar I cili ka krijuar klubin e Napolit në Shqipëri, themelues dhe presidentit I në Napolit Klub Albania, Geri Kusi, I cili sot do të na flas rreth këtij rrugëtimi, rreth udhëtimit të tij, eksperiencës së tij dhe emocionet I cili ai përcjell përmes këtyre tifozëve, por edhe vetë si një tifoz I zjarrt I Napolit. Unë ju ftoj të na ndiqni për të zbuluar më tepër së bashku rreth tij. Geri Kusi, unë të falenderoj që pranuat ftesën time dhe është një kënaqësi për mua t'ju kem sot në Agon Blu. Faleminderit dhe mirëmëngjes në Agon Blu. Edhe jam I lumtur që jam pjesë e kësaj interviste me ju. I lumtur dhe gjatë intervistës dhe më tepër për Napoli Club Albania. Jam I lumtur dhe pjesën që jam themelues I këtij fan klubi prej 2019. Në vazhdim le të vazhdojmë me pyetjet e juaja. Geri, mo të flisë pak, ju lutem se si lindi ideja për të krijuar Napoli Club Albania dhe çfarë vështirësish keni hasur ju gjatë këtij rrugëtimi. Okej. Atëherë, pyetja më e bukur që mund të marrë nga këto intervistat e fundit, realisht më pëlqeu shumë e detajuar. Unë e kam nisur nga viti 2019, 10 mars 2019 është themelimi I Napoli Club Albanias dhe nga ajo ditë ne jemi aktiv në të gjithë Shqipërinë. E kam nisur me 5 shok. 5 miqtë që normalisht e dija shumë herë më të vështirë, dija që do ishte një gjë e pamundur, dija që do ishte diçka që do ta nisja thjesht me 5 miq, që nuk do kisha më antar. Sot jemi 612 antarë në gjithë Shqipërinë, domethënë plus duke llogaritur edhe ata shqiptarë që jetojnë në Napoli, normalisht quhen antarë të Napoli Club Albanias, sepse janë shqiptarë, por që thjesht vëmbanimi është në Itali. Thjesht quhen si antarë. Miq, nga sot edhe një antar e re, e cila po karta ka shkuar për licencë nga klubi dhe benefitet e kartës do t'i them gjatë intervistës, sepse ka edhe benefite gjatë kartës fan klubit që kur printohet merr vërtetimin nga klubi dhe të jepet kartën në dorë si antarë e Napoli Club Albanias. E nisa me 5 miq çdo gjë dhe e shija si diçka të pamundur. Me një email ka nis diçka në formatin normalisht shumë të detajuar dhe shumë egocentrik si thon asaj në gjithë detajimet që unë I kam bërë fan klubit. Unë e kam nisur tash me 5 persona, 5 miq të mi, një histori që unë nuk do të harroj gjithë jetën time, pasi është gjëja më e bukur që unë mund të kem arritur në jetë. Mund të them, Napoli Club Albania është për mua është sugjerim, tifozllëk si I themi ne. Dhe në 10 mars 2019 më erdhi konfirmimi nga klubi zyrtar që ti njihesh si presidenti I Napoli Club Albanias dhe koordinator I thonë ato I klubit në Shqipëri dhe nga ai moment kemi vijuar me procedura, kemi qenë aktiv në të gjithë Shqipërinë, kemi organizime normalisht. Ky është vendi në Tiranë, ku mblidhemi, ky është lokali ku mblidhemi dhe shohim ndeshjet e ekipit, ky është stadiumi ynë në Tiranë, domethënë, kemi shumë në gjithë Shqipërinë, por ky është një nga stadiumet tona I vogël, si I themi ne, apo jo është I vogël s'është, ku mblidhemi gjithmonë dhe shikojmë ndeshjet, kemi video dhe kemi shumë. Një nga vendet e preferuara të tifozëve të Napolit. A Napoli pizzeria. Po është me të vërtetë vendi tifozave I them këtij vendi. Këtu është mirëpritja, është gjithçka perfekt. Geri, si është jesh drejtues I një klubi tifozësh në Shqipëri dhe si është bashkëpunimi jot me klubin e Napolit? Unë I them punë e përditshme, pasi unë zgjohem në mëngjes, marr kafen dhe filloj punoj për fan klubin, normalisht marr laptopin dhe fillojmë vetëm hedhim lajmet, merremi website-in normalisht që të kemi dhe krijojmë lajmet e ditës, asaj që ndodh çdo ditë me ekipin, blerjet, mercato, ndeshjet e ditës, me next match, si thon ndeshjet e radhës dhe merremi nëpërmjet këtij fan klubi, drejtojmë dhe ngrejmë strukturat tona që merremi normalisht nuk jam vetëm unë, kam struktura dhe njerëz që merren me fan klubin. Jemi 10 admin në faqe që merren çdo ditë me hapat dhe merren me detaje të rëndësishme që mund të ndihmojnë më tepër në rritjen e fan klubit tonë. Kemi edhe një faqe si në Facebook si në Instagram
kurse edhe të na ndiqni, Fan Club Napoli Albania quhet faqja. Dhe aty përfaqësohen dhe dalin lajmet rreth ekipit dhe çdo gjë mbi ekipin. Çdo ditë kam dëshirën e mirë të punoj, bashkëpunimi me klubin është shumë i madh. Mund të komunikoj një herë në javë dhe ku marr konfirmimet nga ato, marrim abonamentit rreth biletave, flasim për biletat, flasim për sa mundi duhen bileta klubit, të antarëve të mi që duan të shkojnë atje, kanë 10% skonto në bilet në çdo antar i Napoli Club Albania, duke i paraqitur kartën e fan clubit, përfitojnë 10% skonto në stadiumin Maradona të Napolit, legjendar. Interesante. Dhe ti ndërto. Po. Geri, mund ta vësh një moment për vete, se cili ka qenë momenti më i veçantë që ti ke përjetuar si një tifoz i Napolit? Atëherë, unë kam disa, po një ndër më të veçantët ka qenë në 2017-ën, kur akoma nuk ishim njohur si Napoli Club Albania, siç është shprehja, jemi njohur në 2019-ën si Napoli Club Albania, por le të them goli i Koulibaly normalisht edhe i titullit, po kjo është një ndër të veçantat, goli i Koulibaly, pastaj më veçanta është festa në Tiranë që kemi bërë vitin e Scudettos, 23-shëm, ku Napoli doli kampioni i Italisë me distancë nga Interi, Interi, dhe ajo kemi qenë një nga arritjet më të mëdha që mund të them unë. Kemi bërë festë në gjithë Shqipërinë. Kemi dalë në qendër të Tiranës, Përmet, Vlorë, në Sarandë, disa qytete të tjera të Shqipërisë, duke përfaqësuar dhe duke festuar për Napoli Club Albania, ajo ka qenë më speciale. Po të themi kësaj gjëje, kanë qenë dy momente me të vërtet shumë të mëdha, po kjo e titullit ka qenë ajo që neve përjetuam më mbar, ka qenë ndeshja e fundit me Udinezën, ku morëm, na duhej vetëm një pikë, që Napoli të shpallte kampioni i Italisë, dhe pastaj fest. Pas 2 ditësh erdhi dhe festa në qendër të Tiranës dhe në disa qytete të Shqipërisë. Si shihni ju të armen e Napolit dhe të klubit tuaj të tifozëve në Shqipëri? Atëherë, projektet normalisht janë shumë të mëdha, duke i lidhur gjithmonë me ekipin. Projekti i radhës është të krijojmë një grup alternativ që ne çdo ditë të kemi biseda me klubin. Ne, siç e shpreva edhe më parë, kemi biseda çdo një javë, duam që të kemi çdo ditë me klubin dhe ne të krijojmë një agjendë të strukturuar mirëfillt, ku të marrim dhe të japim me klubin e Napolit normalisht dhe të krijojmë pjesën intensive, që unë çdo ditë kemi sot 613 antarë me gjithë ty. Rastin konkret. Gjithmonë bashkë me mua. Edhe kuota që unë dëshiroj deri në 2027, po ta marr si një shembull konkret, dua të shkojmë deri në 800 antarë. Duke parë edhe Shqipërinë, domethënë, dhe duke parë që Napoli nuk njihet aq shumë në të gjithë Shqipërinë, po përpiqem që të ngrej njerëz dhe të gjej akoma tifoza të Napolit në të gjithë Shqipërinë. Bashkë me koordinatorët e mi normalisht, se jo vetëm kjo gjë nuk bëhet vetëm, dhe duke patur koordinatorë në të gjithë qarqet e Shqipërisë, siç do veprohet. Pra, keni ju projekte të reja për të zgjeruar më tej këtë komunitet tifozësh? Patjetër që po, kemi çdo ditë projekte bashkë me klubin tim dhe me njerëzit të stafit tim që punojnë çdo ditë. Duhet kujtohet që qarku më i madh që ka më shumë tifozat në Napolit është Përmeti, ndiqet nga Saranda dhe pastaj vijojnë qytetet e tjera, po Gradeci dhe Tirana është pak më e abandonuar nga kjo pjesa, domethënë nuk ka më shumë tifoza sa në këto qytete të tjera. Cili është qyteti që ka më tepër tifoz? Përmeti. Në Përmet, po. Është qyteti që ka më shumë tifoza, është qyteti i vogël, po ka më shumë tifoza të Napolit. Aty ngrihet më shumë, po Gradeci është pastaj Saranda, janë disa nga qytetet që ka më shumë tifoza të Napolit. Mund të flasësh pak për sfidat, cila është sfida më e madhe për të mbajtur gjallë një komunitet tifozësh në vendin tonë? Në vendin tonë mjafton që të kesh biseda me antarët çdo ditë dhe ti pyesësh çfarë hasim problematika në zona ku mund të ketë më shumë tifoza Napoli. Është më shumë që kam për shembull është me këto Tiranës, pasi nuk kemi shumë tifoza dhe ne variojmë dhe mund të përpiqemi të gjejmë më shumë tifoza nga kjo anë, sepse
normalisht qarku më i madh është Tirana dhe si dhe kryeqyteti i Shqipërisë, po unë përpiqem që të gjej çdo ditë struktura dhe element që mund të më ndihmojnë ke kjo ana, normalisht intervista të ngri nga kjo ana që ti në vetvete të ndjekin intervistën dhe pastaj të bashkohen me fan clubin. Prandaj janë ftesat që unë bëj vit për vit. Kemi edhe kartat që ne i bëjmë vit për vit, domethënë, ku janë abonimet që i themi neve. Dhe janë çdo ditë 2024-2025 është këtë vit, 2025-2026 është vitin tjetër ku relativisht merr kartën e re të Napoli Club Albanias në rastin konkret dhe bën ftesa publike që i gjen në faqen e Facebookut, në webin tonë edhe në Instagram. Tani unë besoj se ka ardhur momenti na flisni pak për ato benefitet e kësaj karte. Patjetër që po, erdhi momenti më interesant që do mu. Atëherë, rasti një është 10% skonto në stadiumin Diego Armando Maradona, 10% skonto është tek muzeu i ekipit e Napolit dhe pjesa pastaj në vazhdim në pizzeritë e Tiranës, kësaj i pjesëtarin e Napoli Club Albanias ke skonto tek ajo çfarë konsumon në restorante ku e ulur. E dëgjuat, kjo ishte më interesante, apo jo, që të interesonte çdo kujt. Kjo ishte interesante. Është në të vërtetë kjo është vendi më publik që neve ndjekim çdo ndeshje dhe kjo ishin një nga disa nga benefitet që ne mund të krijojmë. Domethënë tre nga benefitet më kryesore. Tani unë kisha një pyetje tjetër interesante. Nëse ju do të kishit mundësi të takonit Diego Maradona, çfarë do t'i thonit ose çfarë donit ju të bisedonit me të? Një pyetje e vështirë apo? E kam menduar shumë edhe nuk i jap dot një përgjigje, të qenurit pasi ai ka dhënë gjithçka për sportin, është njeriu që unë kam idhull në veten time, ka nisur çdo gjë nga familja ime me Diego, familja ime fanca Diegos për vitesh, normalisht kam një histori të bukur që e lidh me Diegon gjithmonë. Mund të tregoni nëse? Patjetër, familja ime i ka vendosur emrin në motrës time, Dalma, prej Diego Armando Maradona. Vajza e Diego Armando Maradona quhet Dalma. Dhe prej atij ka ardhur historia, e uazuam domethënë emrin Dalma Maradona në Dalma Kusi në këtë rast, domethënë i uazuam me emrin e gocës Diego Armando Maradonës tek motra ime. Ky është niveli ndërkombëtar. Diego bën këtë detaj. Jam përpjekur të krijoj kontakte me Dalma Maradona në rastin konkret dhe kam marrë një lovit në zemër nga krahasimi që kam bërë domethënë nga vetë Dalma Maradona. Është pëlqyer domethënë nga detaji që ne kemi konsumuar në rastin konkret. Ajo që mund t'i thoja Diegos ke qenë dhe mbetesh idhull jo për një popull të tërë siç është Napoli, por edhe për shumë njerëz të tjerë çfarë i ke dhënë botës sportit dhe asaj çka ti i dhe emocion botës sportit dhe vetvetes në rastin konkret dhe një përqafsim shumë fort. Kjo do ishte ëndra më e madhe për mua që mund të kaloj me Diego. Nuk është më në Diego nuk është më në jetë, ka ndruar jetë prej 5 vjetësh më të bëj, nuk është më që në 2020. 2020, po, më fal, po 5 vjetë bie, 5 vite. Edhe kjo do ishte një nga dëshirat që mund të krijoja me Diego Maradona. Të kthehemi tek futbollistët shqiptar. Mendoni ju se është një futbollist që i përshtatet stilit të lojës së Napolit dhe nëse po cili është? Atëherë, një lojtar është nga Shqipëria, në rastin konkret, jo nga Shqipëria, është nga Kosova, po që kosovar i Shqipërisë normalisht, jemi një zemër e vetme në rastin konkret, një komb, është Amir Ramani, ai që ne e kemi, mund të quajmë shqiptari ynë si i them unë, dhe është në mbrojtje dhe duke patur në stolin e Napolit është një futbollist shqiptar si Luis Hasa, po ky ka një problem shumë të madh që nuk ka pranuar të luajë me kombëtarin shqiptar, por ka pranuar të luajë me kombëtarin italiane, për shkak se ka jetuar shumë vite, ka lindur në Itali, domethënë ka vetëm nacionalitetin shqiptar, po që luan me kombëtaren e Italisë. Luis Hasa është një lojtar, normalisht edhe interesi. Patjetër, interesimi është më i madh dhe aty ku ai mendon që mund të jetë më lart, është
Italia dhe jo Shqipëria në rastin konkret. Është në kundërshtrimin e atij, për mua nuk është diçka e mirë që këto lojtarë mund të rrjedhin në këtë rast, edhe pse është lojtari i Napolit, kur ka diçka që nuk shkon. Ti mund të kesh nacionalitetin shqiptar dhe ajo çka nuk duhet humbur në këtë rast, nuk duhet humbur pjesa e nacionalitetit tënd, nuk ke pse ta shesim në rastin konkret nacionalitetin e huaj. Ti s'ke pse të quhesh italian në rastin mund të kesh jetuar jam okay te kjo. Ana mund ta ruash Dalin patjetër, po mund të je shqiptar dhe në rastin konkret duhet të jesh shqiptar, ndërsa futbollist që do kisha shumë dëshirë të ishte pjesë e Napolit. E kam ndjekur që 16 vjeç, tek unë jam një tifoz i smur në rastin konkret me Tiranën. Edhe do doja të kisha Ernest Muçi. Një nga talentet më të mëdha të Shqipërisë, sot luan në Beşiktashi, ka patur kontakte dikur me Napolin para 2 vjetësh, në vitin që Napoli doli kampion ka pas kontakte me Ernest Muçin, po ai do doja shumë të ishte pjesë si futbollist i Napolit. Ernest Muçi. Nëse do të mund ta gjonte, se mos ta marrë si një test. Shikoje si një test bukur Napoli. Geri, kemi arritur në përfundim të intervistës, edhe unë doja të pyesja se çfarë mesazhi donit ju të ndanit sot me tifozët e Napolit, por edhe me të gjithë ata që ndjekin futbollin me pasion. Atëherë, ndiqni ëndrat tuaja, ndiqni pasionin tuaj, sepse duke ndjekur pasionin dhe ëndrat tuaja, një ditë mund të keni një të ardhme të përparuar dhe më të bukur, duke patur një komunitet të tifozash në Shqipëri dhe duke ndjekur ëndrat çdo ditë, ëndrat mund të bëhen realitet. Siç edhe imja e prita shumë, kam prit 6 muaj të pres Napolin që të më kthej përgjigje, prita po që ëndra më bë realitet në rast konkret. Pra me dëshirë dhe pasion mund të arrini kudo. Kjo është. Të dashur miq, ishim me Geri Kusin, ku folëm rreth rrugëtimit të tij. Unë e falenderoj që ishte pjesë e Gondrës sot dhe për emocionet që na përsodhi gjatë kësaj interviste. Unë të uroj sa më shumë sukses në klubin e Napolit dhe shpresojmë që Napoli të na dhurojë sa më shumë emocione në të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët.